Në konferencën e kësaj të premte me gazetarët, Sali Berisha ka komentuar zhvillimet brenda maxhorancës socialiste, duke cilësuar si një përplasje të fortë atë që ndodhi ditën e djeshme me nënkryetaret e Bashkisë së Tiranës. Sipas kreut të Partisë Demokratike, kjo është vetëm seria e fundit e përplasjes mes Ramës dhe Veliajt. Çështja e ditës është seria e fundit e narkosit, që zhvillohet në godinat në godinën e qeverisë Bashkisë Tiranës dhe qelit e burgut qeveritar në Durrës. Zhvillohet një skenar që as në filma nuk do mund t'ishte i tillë. Duke përjashtuar një mundësi që Veliaj të flasë kundër Ramës, Sali Berisha theksoi se gjithsesi ai meriton që të trajtohet me të gjitha të drejtat që parashikohen në ligj. Si njeri që beson në mënyrën më të palkundur në liritë dhe drejtat e njeriut, unë qëndroj se cili do qoftë, çdo kundërshtari imi apo kush do qoftë ai, meriton trajtimin ligjor në përputhje me kodet dhe kushtetutën e vendit. Përgjatë kësaj dalje, kryedemokrati nuk la jashtë vëmendjes edhe Lulzim Bashën dhe replikat e tij në distancë me kryeministrin Edi Rama.